dhënë ndonjë lek Endri Shabani nga ato që mori nga KQZ? Po, i ka dhënë koalicionit, me ato po paguen një pjesë e madhe aktiviteteve, pra skenave, fonive, po, është e vërtet, po. Me Agron Shehajt, keni bërë paqe apo shkojnë në gjyq? Unë nuk e kam kuptuar dhe dohet një nga pyetjet më të mëdha të gjithë rrugëtimit tim përse një njeri që unë i shtriva dorën, aq më shumë është dhe lab i zonës time, dhe që ja kam pas gjithmonë pat keq, duhet të bënte diçka e cila nuk qëndron. Thonë që një lab rri urt, 2 mbajniso, 3 bëjnë sherr, ju e filluat e 2. A mendoni që ka një të tretë që mund t'ju bëj bashkë? Unë mendoj që kur 3 lab bëjnë bashkë janë nisin këngës. Çfarë mësoi Adriatiku në fushatën e deri tanishme? Mësova që njerëzit tanë ka nevojë për ndryshim. Mësova që duhet të mos ndahen kur nga njerëzit dhe edhe nëse ja dalim në të rrugë, them nëse se duhet rri modest, duhet vazhdojmë eksaktësisht kështu mes njerëzve. Po shkëpute nga njerëzit e ke humb këtë betejë. Çfarë humbi Adriatiku në këtë rrugë? Humba kohë, po shumë. Është një gjë që nuk e blen dot, nuk e kthen dot. Humba vitet më të bukura të vajzës time, sepse është mosha më e bukur që një prind shijon fëmijën e tij. Po besoj një ditë do bëhet krenare për unë quk. Jo me prekit. Edhe Adriatik lagaj, kështu që për këtë që e arritëm këtë gjë një ditë. Nuk jem ai Adriatiku që frymëzon turmat, buçet në mikrofon teksa kërkon llogari nga qeveritarët. E zbuluan pikën e dobët më në fund apo jo? Të gjithë kemi, nuk besoj se ka një njeri që nuk ka depulesë për fëmijën e vet. Adriatiku për kë bën tifo në skuadrën e tij? Janë shumë të mirë të gjithë, po në ekipin ton ne kemi 2 djem fantastik. Njëri është në ekipin qendror, Tanush Saushe, dhe tjetri Slamur Balaj, janë 2 persona që i përkasin aftësive të kufizuara, që po bëjnë një fushat fantastike. Njëri në Konispol, tjetri në Durrës, jam i mahditur. Unë bëj tifo për ata 2. Dëgjova në fjalim që nuk ju ka dalë inati as me median që nuk promovoheni, apo jo? E dona se shpati sot? Jo, nuk. Unë jam një djalë i rritur me ju, rrugëve të shesheve, që 22 vjeç deri 36. Ka raste që unë e di dinamikën e Shqipërisë, unë e di që nuk është problemi gazetarëve, është çik më thellë. Dhe ne po ta kthejmë borxhin, po të vim sot këtu. Falenderoj por duam patjetër të marrim nga ti edhe emocionet e fundit. Kë gjete qarkun më të varfër? Qarku më i varfër i Republikës më rezulton fatkeqësisht Jetuksi, ndërsa qarku më i trembur i Republikës më rezulton të jetë Elbasan. Elbasan. Çfarë do të jetë? Kur shkojnë në fshatrat e Elbasanit, ka entuziazëm. Në qytet ka një ndjesi, një veo frike, ka një veo të errët shtetërisht. Ai Elbasan, ai çik Elbasan është gjëna. Me fëmijët çfarë bisedash bën Adriatik? Mundohem të flas kur s'ka masivitet, sepse siç e keni vënë re as nuk i përdor në fushat. Këta e ekipit më thonë shpesh, edhe dashamirës më thonë shpesh, Adriatik duhet nxjerrësh fëmijë që t'japësh këtë idenë e njeriu më afër fëmijëve. Unë nuk kam qenë kurrë dakord që fëmijët të përdoren në fushat, dhe nuk do ta bëj. Me moshat e mesme, shoh që tek tuk përpiqesh të bindësh në pjesën ndërmuese i lë të vendosin, por ata që janë të shkolluar apo i bëjnë pjesë tek elita e këtij vendi nuk të afrohen, por po presin 11 majin. Shiko, luftën Kosovë ka bërë një pakicë shumë e vogël e njerëzve, pastaj gjithë populli mbështeti. Gjërat që kërkojnë përplasje me sistemin, kërkojnë njerëz kurajos, nuk po them që nuk janë, por jo të gjithë janë gati për në radhë të parë. Ne tashmë jemi bërë shumë dhe unë jam i bindur që do ta udhëheqim drejtimin e Durrës Shqipërinë në 2-3 dekadat që vijnë. Jo. Se unë nuk kam ndërmend të rria gjatë. Kam dëgjuar një herë. Jo. Një brez
njerëz i ri politik që po vjen që besoj do sjell ndryshime shumë cilësore. Më treguan disa imazhe të Adriatikut që përqafohet nga nënat dhe shohin si shpresë. Si ndihesh? Ndjem mirë sepse pas kaq shumë zhgënjime që kanë pësuar shqiptarët, të arrish të ngjallësh akoma besim është përpjekje titanike. Dhe ja kemi dalë që në këto 20 muaj të rikthejmë besimin. Sigurisht nuk mund të jetë total që në fillim, po unë kam bindjen që është një nisje shkëlqyer. Ke një pikë të dobët fëmijën, ke një frikë? Jo, nuk është pikë e dobët, është pika e shpirtit të çdo prindi. Nuk kushtot kundër të gënjen. Frikë? Jo, unë nuk kam asnjë gjë frikë në vetvete. Nga dy entitete kam frikën. Nëse mundi përkufizoj kështu. Patjetër. Kam thënë edhe tjetër, është i mat, është dhe Zoti, asnjë tjetër. Përpara vure të tatën. Po, më ka dhënë kohë. Është ai dhe Zoti. Se atë kam prekshëm, edhe se po mos donte ai, nuk më bënte ai. Është krenar, të mbështet apo thot kujdes